Përshëndetje, shenja e peshores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Gjendja juaj nis me 8 shkopinjt, gjithçka lëviz shpejt, mesazhe, lajme, biseda, zhvillime të papritura. Jeta juaj këtë javë nuk është e ngadalt, është dinamike, e mbushur me impulse, sinjale, kontakte. Ju mund të ndiheni sikur nuk keni kohë as të merrni frymë, sepse ngjarjet po rrjedhin njëra pas tjetrës. Më pas kemi 3 monedhat dhe këtu shohim bashkëpunimin. Ju nuk jeni vetëm në këtë rrjedh. Ka njerëz rreth jush, ka projekte rreth jush, ka ndërtim të përbashkët. Kjo kartë tregon se jeni duke kontribuar, duke dhënë dhe duke marrë pjesë në diçka më të madhe se vetja juaj. Është energji pune në grup, energji shkëmbimi, energji krijimi. Më pas shfaqet gjykimi në të kundërt dhe këtu fillon një tension që është i brendshëm. Kjo kartë tregon hezitim për të zgjuar, frikë për të pranuar një të vërtetë, ose ndjesi se po shtyni një vendim të rëndësishëm. Është sikur shpirti juaj po thotë, e di që duhet të ndryshoj diçka, por ende nuk jam gati. Pra, ka një thirrje të brendshme, por ju nuk po i përgjigjeni plotësisht. Dhe në fund vjen hëna. Kjo është karta e mjegullës, emocionale, e pasigurisë, e nënvetdijes. Ju ndjeni shumë, por nuk jeni të sigurt pse ka frikra të vjetra, intuit të fortë, ëndra të çuditshme, ndjenja që nuk kanë emër. Është sikur jeni duke ecur në errësirë, në një dritë të zbetë, duke ndjerë rrugën më shumë se sa duke e parë atë. Kalojmë në familje. Në familje energjia hapet me 7 shpatat. Këtu ka diçka të fshehur, mund të ketë keq kuptime, sekrete ose ndjenja që nuk thuhen hapur. Dikush po shmang një të vërtetë ose po vepron pa qenë plotësisht i sinqert. Është një energji e butë mashtrimi, jo domosdoshmërisht me qëllim të keq, por nga frika më së tepërmi. Më pas kemi faqen e kupave dhe kjo e zbut atmosferën. Është karta e ndjeshmërisë, e butësisë, e një gjesti të vogël emocional. Dikush në familje po përpiqet të hapë zemrën, të flasë me ndjenjë, të sjellë paqe. Pra është një energji fëmije, fëminore, e sinqertë, e pastër, kaq e bukur. Ndërsa me karrocën gjithçka fillon të lëviz. Familja nuk qëndron më në vend. Ka një vendim, një drejtim, një përpjekje për të ecur përpara, pavarësisht konfuzioneve. Është karta e vullnetit dhe kontrollit, pra dikush po merr timonin në familje. Dhe në fund kemi Hierofantin. Kjo është karta e traditës, e vlerave, e rregullit. Tregon se në familje kërkohet stabilitet, strukturë, kuptim shpirtëror. Pas gjithë lëvizjeve dhe ndjeshmërisë, ka një kthim tek ajo që është e njohur, pra e sigurt dhe ajo që është e duhur për t'u bërë. Kalojmë te dashuria, ku energjia hapet me mbretëreshën e shkopinjve. Kjo është karta e karizmës dhe vetbesimit. Ju rrezatoni, jeni tërheqës, magnetik. Mbretëresha e shkopinjve mund të jetë një shenjë zjarri që mund të jetë në jetën tuaj po ashtu. Nuk është energji pasive, është energji aktive, emocionale, e gjallë, e pranishme, e gjithanshme. Çfarë nuk është kjo mbretëresha e shkopinjve? Dashuria ju gjen në një formë të fortë personale. Më pas kemi yllin dhe kjo e shenjtëron gjithë këtë energji. Është karta e shpresës, e shërimit, e besimit. Pra tregon se pavarësisht çfarë ka ndodhur më parë, zemra juaj po hapet sërish. Ka një ndjesi se diçka e bukur është e mundur, se nuk keni humbur besimin në dashuri. Me 2 shkopinjt ju arrini në pikën e zgjedhjes
dy rrugë, dy vizione, dy mundësi. Mund të jetë zgjedhje mes së shkuarës dhe së ardhmes, mes sigurisë dhe rrezikut, mes asaj që njihni dhe asaj që ju thërret. Pra është moment të reflektimi dhe në fund asi i monedhave kjo është fara e re. Dashuria ka potencial të bëhet reale, konkrete dhe e qëndrueshme. Nuk është vetëm emocion, është mundësi për diçka që ndërtohet në kohë, me bazë, me stabilitet. Kalojmë tek puna, ku në punë historia e javës për ju hapet me 6 kupat. Kjo është karta e së kaluarës, ju po mendoni shumë për atë që ka qenë, punë të vjetra, role të vjetra, kujtime, ndoshta edhe njerëz nga e shkuara profesionale. Ka nostalgji, krahasim, mall për një periudhë të kaluar, për një periudhë tjetër. Më pas kemi 8 shpatat dhe këtu shfaqet bllokimi, ju ndiheni të kufizuar, të ngujuar psikologjikisht, sikur nuk keni zgjedhje. Por kjo kartë tregon se kufizimi është më shumë psikologjik se sa real, është frikë për të lëvizur, për të ndryshuar, për të dalë nga zona e njohur. Me 8 kupat ndodh largimi, ju filloni të ndjeni se diçka nuk ju mbush më emocionalisht. Është karta e asaj shprehjes ku themi kjo nuk më mjafton më, pra nuk më përmbush më mua. Dhe mund të jetë një projekt, një ambient ose një rol që nuk ju përmbush më juve. Shpirti juaj po kërkon diçka më kuptim plot. Dhe në fund, njeriu i varur. Kjo është karta e pauzës dhe perspektivës së re. Ju nuk jeni ende në veprim të plot, jeni në fazë reflektimi, dorëzimi, shikimi nga një kënd tjetër. Pra është një ndalesë shpirtërore para hapit tjetër që mund të jetë i madh. Kalojmë te Prism Oracle ku kemi mister. Mister është vula e gjithë leximit tuaj. Mesazhi shpirtëror është: jo gjithçka duhet kuptuar menjëherë, jo çdo ndjenjë ka emër, jo çdo rrugë është e dukshme që në fillim. Ky është edhe mesazhi për ju. Paçim.